Harbojnë të dënuarat e burgut të Grave. Janë të privuara nga liria, por 8 marsi pritet me shumë dëshirë prej tyre. Është koha që të mund të takojnë dhe të rinë gjatë me fëmijët e tyre. Dikujt pas 12 vitesh braktisje i kanë sjell lule. Irena dikur nënë e mohuar, sot me stufës së luleve në mbi shkrimin mami gëzuar. Dikush se ka pasur këtë fat, dikush tjetër mallngjehet, ka edhe kush timidohet. Gjëja më e bukur për 8 marsin është ardhja e fëmijëve brenda ambienteve, të cilin mua më erdhi goca. Ajo është 10 vjeç dhe sot e sollën këtu dhe ndihem shumë e lumtur. Por festa e 8 marsit e ka ndezur në muzikë dhe kërcime burgun 325 në Tiranë, ja ku është Nazime Visha. Ja dhe Nikita, vajza nga Patosi që graviste meshkujt pasi joshte, por nuk ka padur vetëm muzikë dhe koktej në këtë 8 mars. Drejtoresha e burgut, Irena Çela, i ndan certifikatat për kualifikime personale. Janë një pjesë e madhe e grave që janë liruar, që janë punësuar në profesionet për cilat janë certifikuar këtu brenda në institucion. Festa mbaroi edhe për këtë vit. Është momenti kur të paraburgosurat e burgut 313 të shkojnë në qelitë e tyre dhe të dënuarat e burgut 325 të kthehen në këndet e të përditshmes.